Jemi sot në Brescia, ku po festojmë ditën e verës, një festë tradicionale e Shqipërisë. Kam këtu bashkë me mua një çift shumë simpatik, që është Amantia dhe Landi nga Librazhdi i Shqipërisë. Atëherë, kanë një veshje të mrekullueshme, unë do t'i pyes të dy, zonjën dhe zotërin, të na përshkrojnë pak më në detaj kostumet që kanë veshur. Le ta fillojmë nga Amantia. Përshëndetje, ky është një kostum që po bën nga 3 lek, që është ai me kopse, ky quhet me sulla dhe xhoka. Edhe ky me manga dhe fustanet, edhe brezi. Okej. Që janë të Edhe ksula. edhe ksula që janë të shëndisura të gjitha me dorë. Të gjitha me dorë. Po. Mund të bëni një xhiro rreth vetës të shikojmë bukurinë. Bëjmë dhe një xhiro tjetër. Desha të theksoj detajet që ndodhen tek xhubleta, i thonë? Okej. Gjoka. Gjoka, ku i thonë gjoka? Nga zona jonë është xhubleta, okej? Gjoka Për të gjitha me temine, këta janë si me moneda teoriri, antika, kuptojnë toza. dhe qëndisja Edhe deri në qëndisja fund. poshtë është bërë gjithë me dorë, kjo kusht të paka shumë të merr një muaj e gjysmë po me boto. Edhe fustani do të thonë nga këmbë, gjen ke ksula që vjen këtu, është e bërë gjithë me dorë.Eu? Nga zero. Shikojmë dhe jelekun, sepse edhe pjesa e poshtme është çdo gjë e Çdo gjë shëndisur. shëndisur, po. Çdo gjë është e bërë me dorë. Fantastike. Kjo është Një muaj? Po, paka shumë një muaj punë me dorë. Po. Sepse të merr shumë kohë, po, sepse ne që jemi fshat kemi dhe punë tjera, po, të merr shumë kohë. Edhe kjo është një veshje autoktone, një veshje autoktone e zonës Çemenikës. Okej. Për Andega ka edhe për ardhen dita e verës. Faktikisht të pyetja desha të bënja. Ju jeni pikërisht nga zona Pikërisht nga e zona. Çemenikës. Bravo, nga Andega ka për ardhen, por normal dhe festë Elbasani, sepse Elbasani kemi qytetin tonë dhe prefekturën. Edhe domethënë kjo veshje akoma nuk e ka humbur edhe traditën, edhe sot e kësaj dite domethënë ka nëna tona që e bëjnë akoma këtë lloj veshje. E bëjnë akoma. Praktikisht kur shkojmë gjithmonë në Shqipëri, që shkojmë në vendet ku janë ku shiten gjëra tradicionale të vendit tonë, kemi shumë vende si Gjorgata, Gruja, Berati, Elbasani, shikojmë gjithmonë pikëparë që na bjen sy dhe turistëve i bjen sy kostumet popullore, që janë diçka shumë Që i bën me fanatizëm. i mbrojnë tonë i mbrojnë. kemi dhe jo për ti hequr vlerat, por kemi dhe një kostum popullor që është patrimonio del UNESCO, kështu që Ne domethënë vim dhe nga zona që ne sa thash Andrea ka për ardhen dita e verës, edhe ne, nga që jemi shumë patriota domethënë, e morëm dhe kostumin me vete që t'ia tregojmë edhe shqiptarëve sepse nuk është që e njohin të gjithë. Ka shumë shqiptarë që nuk e dinë nga kanë për ardhen e dita e verës. Edhe që ta dinë se çka kostumi kemi në sezon. Okej, ti vetë çfarë ke veshur? Unë vetë kam veshur pantallona brege themi në zonë katonarça ne. Kam veshur një brez, jelek. Edhe kam veshur edhe duta kështu, këto e kam veshur po pak se elegancë. Nuk e veshur këmishën e vetë. Nuk e kam veshur këmishën e vetë që ka verën se e ka me Gjerdan e ka këtu e këmisha. E kam veshur që ta thyej pak. Okej, mund të bësh edhe ti një gjë rreth vetes? Edhe jeleku është i qëndisur me dorë. Edhe leku është qëndisur gjithë me dorë, edhe leku. Okej. Edhe kjo normal të e bën gjithë të dise. Kjo veshje është vlerësuar shumë. Domethënë kjo veshje Është pëlqyer edhe nga kjo veshje dua ta theksoj këto. Kjo veshje e ka bërë një shoqat nga Librazhdi, e ka bërë në Londër, edhe ka qenë prezant Breti Charles. Edhe kur e ka parë veshja ai domethënë gjë e parë që ka thënë atë në sy kjo veshje. Edhe ka thënë, "Nga është kjo veshje, ku i përket?" Edhe ja ka shpjeguar pastaj është për ditën e verës njërin tjetër, apo i ka shpjeguar domethënë me detaje pak a shumë. Edhe i ka pëlqyer shumë kjo veshje. Ku mos pëlqej, ajo i bjen sy çdo kujt. Edhe kur po kërcenet aty jep të shumë dritë, varet mes njerëzve, spikon të pikërisht kostumi vajzë. Mund të ulesh pak aty? Po, edhe ksula domethënë nuk ta bësh 2-3 lloje, por ka edhe të pushën më shumë me teminë me gjëra shumë me Gjerdan, apo? Po kjo mani im domethënë nga që e ka bërë pak e thjesht. Po prap bie sy. Patjetër. Profesor? Në rregull.